kur të historisë. Ne nuk do rreshim kur të jemi krahun e dur të historisë. Do i themi Europës gjithmonë që jemi Europë. Nuk presim të vinë ata të na bëjnë Europë. Sepse na kanë praktisur. Kjo është e qartë që këtë regjim, këtë Shqipëri e braktisin për pazaret e tyre. Giorgia Meloni e para me kampin e Lezhës dhe të tjerët janë vënë në radhë se kush do të sjellë një kamp akoma dhe më tepër në Shqipëri. Por unë nuk jam kthyer në Shqipëri për të jetuar në jashtëshitjen e Europës. Jam kthyer për të jetuar mes Europës. Dhe këtë betejë do të çojmë gjithë së bashku, miqtë e mi. Nuk dorëzohemi dhe asnjëherë nuk do dorëzohemi. Ju falenderit, ju duam shumë. Mbajni kokën lart, asnjë pas, gjithmonë drejt betejës së radhës. Falenderit. Ftoj për fjalën e tij zotin Ndriçim Kulla, i cili sigurisht do ta shkon me mendimet e tij. Derisa zoti Kulla të vi, derisa zoti Ndriçim Kulla të afrohet, kemi mjekun Erges Eskiu. Miqtë e mi, në kohë traumash sociale, si që ishte kjo 11 majt, njerëzit duan shpjegim, duan një arsye pse ndodhi, duan një përgjigje, edhe sa do zgjas. Të bësh popullin dhe opozitën përgjegjëse, pse ai frikacaku atje, ka frikë nga qytetarët, nga vota e lirë. Të bësh popullin apo opozitën përgjegjëse, pse Rama nuk bën zgjedhje, pse vjedh pasuritë e shqiptarëve për të vjedhur votën, dhe u vjedh votën për të vjedhur pasuritë. Të bësh përgjegjëse opozitën apo popullin, pse nuk erdhi fitoria, pse nuk erdhi ndryshimi. Është të humbësh kohën, miqtë. Të gjithë ne bashkë e pam. Ata përdorën bandat. Ju e pat që numri 2 Partisë Demokratike u ndesh me bandet xhabaftëve në Burg. Pse i merr Rama banditët? Sepse ka frikë nga vota juaj. Ka frikë nga vota socialistët ndershëm. Ka frikë nga ndëshkimi popullor. Ju e pat në zemër të bllokut, ku Oleg Hanku dhe Belind Këlliçi i kapën banditët brenda. Policia nuk vinte. Derisa ata vun kapuçë dhe janë mbathur me vrap si frikacak që janë. Se komunistët nuk janë trima, janë frikacak. Nuk vinte policia. Nuk vinte task force e skapit. Sepse e dini që po bëj krim atje. Erdhën pas 2 orësh, pas 6 telefonatash. Dhe sërish një bandite janë mbathin në bazë policisë. Si mund të marrin Sara Mile 30.000 vota në Elbasan?